Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Televizorit të Zëri Lirë. E jemi me ju së dështon në datë 14 dytit të 2026. Pra në mikrofonit si donat moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi knacin të jemi presëm në bashkëpunim të emisionit të natës. Ku mund të bëni pjesë e telefonata apo edhe e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar të Viberit në +33 48150970. Shpresoj se keni kaluar një ditë të bukur, një vikend të mbar, të qetë dhe jeni të gjithë shëndoshë mirë me familjet e juaja. Ju kësha thonë të bëni si çdo herë nga një shpërndarje, faqes tonë të Facebookit, se nuk ju kushton asgjë. Ju falenderoj shumë për mirëkuptim dhe i falenderoj të gjithë ata që e bojnë shpërndarjen tonë të live streamit këto. Të dashur dëgjues, edhe një herë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, në emrin tim personal, po ashtu edhe të stafit të Radio Zëri të Lirë, ku i përshëndes edhe në stafin tim të mrekullueshëm në krye me Rahim Gashin, Avni Qerimin dhe administratorën tonë Eli Mehmetaj. Përshëndetja radhe e parë sante na vjen nga të Zaku dhe vllajëm Recep Gashi, ku na shkruan përshëndetje dhe shumë respekt për ty, nderuara motra Lule Shabani, stafin dhe dëgjuesit janë të përshëndetur. Faleminderit shumë Recep, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju atje në Rezallën time të dashur, ku ju përshëndes familjarisht, respekt. Po ashtu na shkruan Ismail Rexha, përshëndetje Rytëve Zëri Lirë, përshëndetje moderatore Lule Shabani dhe ju dëgjues të besnik të këtij mediumi. Shpresoj të kaloni një mbrëmje të bukur, një përshëndetje edhe për stafin Rahim Gashin, Avni Qerimi dhe Eli Mehmetin, respekt. Faleminderit shumë nderuar Ismail Rexha, gjithashtu edhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të falenderojmë nga zemra duke të ruar argëtim të bukur në vazhdim. Na shkruan e ju Paferdita Gjajdina, i përshëndetje për ju. Përshëndetje Lule Shabani, mirë se ju gjeta, faleminderit të dashura. Aferdite dhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Na shkruan Hava Aliçka, jemi mbrëma Lule Shabani, respekt pafund zemër. Faleminderit të dashura Hava, dhe të përshëndes familjarisht, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju. Po ashtu përshëndetja radhës na vjen pikërisht nga shlerimtari jonë Fragjev det Aliçkaj. Përshëndetje Rytëve Zëri Lirë, përshëndetje stafin, drejtoreshën, moderatorën dhe të gjithë të pranishmit. Faleminderit nderuar e gjevde dhe ne të përshëndesim familjarisht atje në deçanin e bukur dhe të urojna argëtim të mirë në vazhdim. Shkruan Ismail Rexha, pra përshëndetje shtëpia madhe, shpresoj që të kaloni një mbrëmje të bukur pranë valve të Rytëve Zëri të Lirë me drejtoreshën e këtij mediumi. Lule Shabani, Zoti ju bekoft familjarisht kudo që gjendeni, respekt. Faleminderit edhe një herë Ismail Rexha, gjithashtu Zoti të ruajë të bekoft edhe ty me familjen tënde, respekt pafund nga ana jonë. Shkruan Shaqer Rota, përshëndetje urime Shën Valentini krejt shqiptarisë pa dallim feje në krejt botën, e keni urimin për Shaqer Rotës midis botës. Amore Shaq, plot sante. Të përshëndes Shaq dhe të uroj mbrëmje të bukur. Shën Valentini Shaq veç të dashuruarit, të martuarit nuk e festojnë, përsa ata kanë gjithë dashurin që atë ngatë. Na shkruan Nadia, mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje Lule Shabani, respekt zemër, faleminderit e dashura Nadia, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, faleminderit shumë. Adnan Bajrosh Berisha, përshëndetje dhe kaloni sa ma mirë, faleminderit Adnan, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju, respekt, e shkruan Bacerezin nga Peja. Përshëndetje juve Rytëve Zëri Lirë, ty Lule Shabani, stafin dhe dëgjues tonë kudo që janë nga zemra. Faleminderit shumë Bacerez, gjithashtu një mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju. E na shkruan Fehmia Hiun nga Presheva, mirëmbrëma moderatore pronare Lule Shabani, përshëndetje nga Presheva. Faleminderit nderuar e Fehmi, gjithashtu edhe ne të përshëndesim familjarisht. Ty atje në Preshev, gjithë shqiptarët në Preshev, Bujanovce dhe Medvegj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë në çdo kontinent të botës. Faleminderit shumë. Shkruan Hektor Bushati, mirëmbrëma tënde, ju përshëndes, faleminderit nderuar Hektor, gjithashtu edhe ne të përshëndesim, të falenderojna.
Shkruan administratore e radios Eli Mehmeta, i përshëndetje drejtoresh Lule Shabane Zemër. Uroj mbrëmje të bukur ju stafin e radios si dhe gjithë dashamirit, gjithë dëgjuesit e dashamir respekt. Faleminderit e dashura Eli, kolege, edhe unë të përshëndes familjarisht, mbrëmje të bukur e të mirë. Shkruan se ju dy shpresa, mirë mbrëma Radio Zëri Lirë, përshëndetje dëgjues, faleminderit e dashura shpresa, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju. E na shkruan administratori Radio Zëri të Lirë Avni Qerimi. Përshëndetje staf drejtuesi Radio Zëri të Lirë, drejtoresha pronare Lule Shabani, kry administrator shlimtari Rahim Fegashi, administratore Eli Mehmeta, i mbrëmje të bukur bashkë me dëgjuesit besnik. Zoti ju bekoftë, respekt pafund. Faleminderit shumë Avni Qerimi, pra administratori Radio Zëri të Lirë dhe vendasi jon, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju, respekt pafund edhe nga ana jon. Shkruan Isak Kastrati, falni, përshëndetje për gjithë, faleminderit Isak, përshëndetje edhe për ju, respekt. Selim Salaj, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit, faleminderit i nderuar, gjithashtu edhe ne të përshëndesim. Lili, më mbrëma Radio Zëri Lirë, përshëndetje për dëgjuesit, respekt, faleminderit Lili, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju. E na shkruan Likova Agimi, pra nga Likova, nga Ilirida, bukur përshëndetje nga Likova, Agimi, jemi më të mirë tash me program. Faleminderit shumë i nderuari Agim, të përshëndesim. Shehri Jehutit të përshëndes zemër shumë, të falenderoj që je bashkë me neve. Shkoj. Të shofa kam edhe ndonjë koment, ndonjë përshëndetje. Mos harrani me 17 shkort marshi i UÇK-s, ora 14 sheshi Skënderbeu, Prishtinë, shkruan Selim Salaj. Faleminderit shumë, Selim. Urime juve kush feston Shën Valentinet. Na shkruan Shehri Jehuti, mi mbrëma Lule të përshëndes me nga një kafe torte, mbrëmje të bukur zemër, faleminderit e dashura Shehrie dhe unë të përshëndes, të falenderoj nga zemra. E shkruan Gjemshir Muqolli, mi mbrëma të ndëruar, i përshëndes juve moderatore dhe gjithë në dëgjuesit kudo që gjenden, faleminderit Gjemshir, edhe ne të përshëndesim, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. E na shkruan Fidajete Hoti, mi mbrëma Lule Zemrus. Me shumë respekt ty të përshëndes, po ashtu dhe gjithë dëgjuesit pa dallim. Respekt nga familja Hoti. Faleminderit shumë Fidajete zemër, edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Respekt pafund. Na shkruan Mateo Katalina, Radio Zëri Lirë, më mbrëma nga Shkodra me yllin e moderimit Lule Shabani, stafin dhe gjithë dëgjuesit argëtim të bukur. Faleminderit e dashura Mateo Katalina, dhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë në vazhdim. Shkruan Enexhimi e Gjemali, përshëndetje Lule, përshëndetje dëgjues, respekt, kaloni bukur. Faleminderit e dashura Enexh, dhe ne të përshëndesim dhe të urojna mbrëmje të bukur e argëtim të mirë në vazhdim. Sela Beqiri, përshëndetje për ju dhe gjithë shqiptarët, ju përshëndes nga Suedia, faleminderit e dashura Sela, dhe ne të përshëndesim atje në Suedi dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë me emisionin tonë të natës. Na shkruan Jaheri Shanica, përshëndetje Radio Zëri Lirë, faleminderit i nderuari Jaheri, dhe ne të përshëndesim dhe të falenderojna që je bashkë me neve. Pra të nderuar dëgjues, edhe një herë ju përshëndes të gjithë emër për emër dhe ju falenderoj që jeni bashkë me ne. Ju kësha të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes të unë, po ashtu të bëni lajka, se nuk ju kushton asgjë, kështu që e vazhdoj emisionin. Kemi temë të lirë, emision argëtues, mund të telefonani, çfarë të doni të bisedoni. Numri është i hapur në +383 481 0970. Unë të shkoj me një pikë muzikore dhe me njëherë pasaj pikë muzikore do të rikthehem dhe të shofëm a do të kemi telefonata. Shkoj me këtë këngë dhe ju përshëndes të gjithve ku do që jeni. I nalëm tinguj të kësaj këngë për ta pranu edhe telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Isak. Valla më orë pas ka me të shku. Valla po. Po që shio Isak? Mirë, rahat. A vlu dhe që shkallove sot? O, vallohi mirë. Një shqyqër që aja kryesore, familjen mirë? Tu, ka dirë zuti. Ta shini edhe man qef se ke feju djallin. Vallohi bre tu. Zëtë, inshallah veç bohen rahat, qaja, ora bihojrit. Jo, ora edhe tu të qashtë.
Amin inshallah. Minzis po presë dhe më rejsak më bo vjeher. A? Minzis po presë dhe më bo vjeher me di që kam vjehra, se gjithmonë kam thonë vjehra, të shofa jam edhe në qasi vjehra. A më ndërrume, tash vjera s'piduin. Po thua, e kur i kanë dasht vjehrat posh 20? Allah i kon. Ai, e sak ja kam dhoni respekt ma shumë për para se pasha 20. Kush dhe i sët se ka dasht vjehrën, veç kanë rajq ashtë. Qëre ndërrume, që shëhreqa tek nënat komën koftimin e vjehra keni më bon. Po, e vërtet. E vallohi. Ka në koftimin e komën pravu që s'kush. Vallaj, nuk e di, unë e presh hastret, Isha me u bërë knonqë. marrë najnu se aty am dojnë, asë më dojnë kush po ngosht. Nëse më dojnë djemt, nuk kanë qore edhe rejat pa më dasht. Nëse së më dojnë djemt, valla folju kushin edhe djemt e minuseve dhe le të bojnë qa dojnë. Në po që nanë me hup, le të hupin, qa me bo? E vallohi s'ash ke full drejt. Po qa me bo i sa, dohet. Ti në realitet ke full drejt gjithë, po dikuj drejtësis për jakona. Allah, jo, la te di që unë shtrap nuk fulli heq, valla qata që të manin shpirt e tham fell. Po që të du të me ku? Veç edhe një të tham se po bëj hajgore që thash si kanë dash vihrat, se për zotin i kanë dash, ka pos edhe atëherë vihra nështë që nuk ju nsil mirë me reja, po ka pos edhe reja që si kanë dash vihrat, po më përgjësi respekti, nuk ja kanë kthy fjallën, do gjona jënë ka krejt manryshe, tash u hubër respekti, u hub dashnia, edhe me dash në ashtas nuk e shprej, nuk o ngosht njëri, nuk e din se zemrën si akqyr kërkuj që kje gëj ta fran që kje të largan. U e ndërume, Orna. se tash lapa bojnë. Po, tem të lirë kemi, falë lirë. Fenet më të minjëra sët jënë papore. Papore. Tash pa dalë që ke bisjeta të nusja, edhe të virri, edhe të virra. Në gjesë mi thua, a ke mujt me flet, a mu në quhe, a ke flet, është një dhej ushqimi për jerri. Nëse shkën dikon mi thua, ka levë shmirë, është një dhej ushqimi për ta. A mu në jerdhe, që shka liuve? Unë i dhej ushqimi i mirë. Në unë të në mirë. është një lej ushqimi, një lej freskimi, e që tu e jonë papore. A nështë të zamra së të hecë, po bilim me që të guj. Bravo. Mendimi jemi. Ashtu thash adhanë se kërkush zemrën edhe me këqyr, cupë mishit nuk shehsan, po që kjo guja afron njerin që kjo largan. Vallohi bretu. Vallohi bretu. Po ordë, nuk po tham një kohë e keqe, po ordë një kohë që ndoshta edhe i kanë ndryshu njerëzit, interesi, po besa dhe liria tepër, besa edhe po kanë pak ma shumë, se për para ju në katë ma të varfën ekonomikisht edhe ju në katë më varur, ndoshta edhe pej prindi, ndoshta edhe pej vllav, ndoshta edhe pej familjarëve tjerë edhe puna e asaj mbarësie që nuk im kanë gjendje të mirë ekonomike, ju në detyru ndoshta edhe me dha ma shumë respekt e dashni, sa dhe gjithkush 2 dinari ka në gjep, një punë, një kerë, edhe nuk përjanin për rrubin e gjallë, absolut. I kam të mija të shpitana në temen edhe hajtë. Po ma herë në kukë dhe sene, po nuk ka kon kesë, në kukë ka pak dhe sene atë kufizone. Ta është kufizim s'ko. Të ndash që shtu mirë mes zash të nxesë ma mirë thërë më dhe mu. Se që mirë thoi kanë bu ka 2 dinar në gjep, ka 2 sen, edhe i dio këtë që a bu 7 në veti. Pasha zotës di, tash ardhë sherikulla me lu, sherikulla. Vjerat e shkreta s'gëtojnë moni, se jetë vetëm fill kikerek. Po që unë që ta është në të fuar me ty jore, ja po më shkruun. Po? A do sot me djollë të amin. A kjo që ke feju që tash? Po. Aha, E mirë ndonë shumë. sot, nësë kanë adi, s'ka 14 shkurë, tash pedin. Po, ke dita dashururve, po, mëre. E tash më pafuali me ty, aja po më shkruun telefon, babu këthema në shpe.
Mirë shumë, inshallah thuj që shto qëshja ke se gjithmoni sa kanë thonë e dita mirë shihet me ngjes, mos harra këta. Kur i ka sillet kështu kaq ferk që unë juft edhe është bara bi juve tash edhe është e re e jutja, besoj edhe shpresoj shumë se aja do t'jetë që me të vërtet do t'kaloni mirë, edhe pse ndoshta nuk mundon si familjen e vet, as ty as bashkëshortën tënde, po të paktën t'ja jep respektin për ata që e meriton si një vjeher edhe si një bashkëshortja jote si një vjeher e mu knaq me rej se për zotën veç 30 tim mërë kime dhe veç një fjallë e keqe na jetë jashtë. Kur gjusen tjetër? Unë i kom 3 vojza, 2 djemë. I pa që me jetë gjatë. Tonë është Allah. Fëminja me në unë zveti thuj në unë. Mu tonë më thuj në emën. Për thëmë sincerisht, kur ako kja punë që 40 djetë gaute që jo martu, më ka orë morë dhe për prendë dhe për miqallorë me a fufë mingat veti. O po, që ashtë të po Qësh i ka një atë të më thirë sakt, ashtë edhe fëminja që ashtë të. të. E kja tash, që ne se para 2-3 dite ka kërë i fejia, sa po në karo me ne me to ma hete me shkruhe. E po më thët babë po më thët. Që shpenin vetën, mas o pytje personale, po vete cike, a penin vetën shumë ma e afert me kitë nuse që i kënin zotash kur po të të bobi? Pasha Allahin tu. T'lumt, respekt për Edhe ati shkam tha. Urna. Ati shkam, ka babë sa ti i ki 4-3 qika, ta shë kotra tha jo mëne jutja. I lumt, të koshte vene, të koshte një familje që me të vërtet o eduku në të frymen tënë shqiptare. Pasha zëvët e tash, po më thët qika ju të kotra ta jo mëne. I lumt, ako maknatësi, bravo. Edhe pasha zëvët e rësar që më shkruna që i full, baba pa më një bojnë una punë, ta pa më një minimum. Edhe mes më shtene e adhurimin, për djollë tem. Shtene e adhurimin e të një më nëngë se s'mon mi kry punë. Bravo i koft. Po, zëvët e di shka të qështë dherë mas nëmi, po që thohet e ditat ka zëmë nëngë. Po thetë regja, regjgosh, po thetë sëd, pas ka po dikon rrite sociale, sëd përbes nusja, në Prizren, sëd nusja kish rej rën e vetë. Sa është e vërtet nuk e di. Po në pishe që ty shpiqerë në televizor në YouTube, jenë kop djemë me zveti, edhe rejat, ajë se du në unën, të jenë jek djemë në unën të ja, që e rrigrove. Ja bëjke gru, ja burët, më falë shpreje, zamër mirë ja bukë në që e personë në unën. Se ma ka pru shpitën që ty, së në pahojnë a bukë, në prezretë sojnë, se ju e poster. O, ma o, zëtë, po ka pe pasë... Pa nga rita e njësë për më bu në unë. E, more sak. Ku për neve ndërume. Ku për neve për zotën. Ma zë ma keq. Avni qërimi për thetë për hajroj sak që kënë zari. O hajrë pasë e hojrit gjithë. Se më kanë shkru dhe shumë, më kanë shkru pra umë. Po me thonë të redin një më kojnë të unë, s'ko mujtë mja u kësë hyrë. Po e i falenderit gjithë. Falenderit shumë i sak. A kime shtu diqka, a kemi tim të lirë, mund të vazhdash qëfar të duash. Ju ndërume, se të të mjallë surë dhe në tjerve. Po të tjerë, ndërgjus, e telefonus, e ty në studio, e poetën e mu dhe vdhur Agoshin, ju përshëndes që bëhat Aslan Kastroti, emër për emër me dur në zemër. Shumë falenderit i sak. Falenderit për të gjithë dhe për urimin. Falemderit edhe nga ona jonë, zoti i bekoft, 2-3, zoti i bekoft, familjarisht e dëgjohemi sa herave tjera. Natën e mirë gjithë mirat. E po që i gëzimin familjet e juja. Amin inshallah tanë, të lumë të goja. Natën e mirë e ndërume. Natën e mirë gjithë mirat, tonë. Pion. E kishëm pra edhe Isak Kastratin. Do të marrë edhe një telefonat, edhe njëherë ju përshëndes të gjithve, emër për emër, një përshëndetje shkon edhe për ditë mirë ditin, po ashtu e kemi këtu edhe ca me bityqin, ku e përshëndesëm. Hisni Ferati, përshëndetje mirë se irë dhe inderuar, Vilson Prejna bashkë me ne, kështu që e kemi edhe telefonatën e radhët. Alo, përshëndetje mirë mirë se na irë dhe diti. Mirë se gjeta modër Lule. Po si ju diti?
Mirë, shëqër Zotit, ju e jeni mirë gjithë. Mirë, faleminderit, mirë jena, familjen si ki. Mirë këtë është i madhe Zot, deri më sot shëqër. Gëzohëm, inshallah gjithmonë mirë jene. Plom goja me gjithë inshallah. Po qa ko treja atje në atë shkodrën e bukur? Veç një gazep gjatë tjetër s'ka për moment. Ende duke rashi. O, vazhdon. Dhe me këthojnë që shto lajmet e internetit, gjithë mu i shi, po të janë punë të Zotit. Shka Qa me me pa? po? Jo, këtu nuk janë punë tonat, edhe përbejsa pet ma mirë me rashi se nuk ka ra as bur, as kur gjë. Edhe me të vërtet tëni më vera është e gjatë, është katastrofë. Po kanë marak me hinë punë të Zotit, kanë marak mu pa qëllu i rast në kafe, pa i thotë shoqit, mos del që tash, për puna ku dion mos del tash se e kolon nga ora 12 ose 11 e paraditës shi, o Zotë ma. Qas në i në robi. Po shqyqyr që edhe që ato nuk mujna më përzi, nashta me fullëm, po shqyqyr që nuk në nganë. Se ka njëherë nashta se këshëm lon dilin me nëzej kor, ka njëherë me shi, ka njëherë këshëm gjugur për ati hit. Shqyqyr Zotit, si s'ne i kalon Zotit do se janë ndorë, se vallahi këshim bo katastrofë. Për zotën po. Pa, i vërtet e kalon të lira, mo, jo me e te pru. Qëre në kalon të lirë... Po janë që gjinja pesh, Mirë më pëlqej ky telefonuesi si e kishte ky Isaku mos qoshe i gabum, valloj, si ti bojnë robi 2 lek për bez Zotit ta kanë vu komen e të kanë sill si kanë qef. Po valla. 2 lek në kuptimin e mirë të fjalës, se tash leku apo do të më thonë aty tjetër të mëngjesi me parë në dorë se ndryshe s'njeh. Jo po thu, po ç'ashtu është. Po, ma merr menja se përpara nuk kam pas, sidomos shumë rrallë ju kanë ata që ju kanë të pasën. U kanë një fashtrejse e mes me gati krejt, as nuk ka pas krejt nështë për të shumë raste të rralla, po edhe si kur tash që është një shtrejse shumë, po për Zotin bukën thotë e kanë da, bukën e kanë da me kryp, me qa kanë mujt, po... Shka do me paro diçka ndorë, shamull lules, po ja fos kot në valë, mas ma mërë për të kesh pa marrë shamull. Si me pas lulja diçka mo te person, edhe direkt lulja po i thonën, apo ndonë me mu, po e ka ndo vetë lulja, se që shtu janë kënë zemrat e tila. T'lumt, shumë e vërtet. Po ku mi marrë matë, ose? Jo, ka që ndihmojnë, edhe sot po, O problemi se një shtrese njerëzve të nasin Shqipërisin, Kosovë, në thamë që ju në bo tejpër të pasën multimiliardera. Edhe nuk e dina s'ka ju ka ardha ja pasuri. Po harrojnë si ka kënë, Po ka njerëz... Si ju ka njoft, as trupi, as ftyra. Unë e ditit betona nuk isha besu që ka njerëz edhe ka familje të varfna në Kosovën po foli, vetëm kur pishan e për rritët sociale, kur piqesin po befasona. Se të thash ton ditën e për Kosovë, në gjdo qytet apo fshati nuk sheq ashtu, nuk e di ku po gjindën këtu, she shpijat mira o burrët rëbulluar. Çka po qesin se në gjova mirë? Që pigjesin disa familje që janë... materializm. Kam nëre, po që s'kan, absolut janë të varfën për tukë. E nuk isha besu që në këtë sodit mujnë me ndodhë edhe që atë familje qatë dopta ekonomikisht që s'kanë kur gjanë heq absolut. Jo, mu bojnë për shtypje një diçka, po ta thëmë në 2 variante. E pora punë si vjen keq për këtë që po shprejme, dhe dyta vjen keq për që ato pisat puna servisja bojnë njërës qefin nga të resa vrosje e ja u bojmë qefin atyne, duke u nga të rume zvetit. Kjo e pora. E dyta, sa i përket kjo që theti, t'i ban mirë, po kur i shef disa komente, burra, gra, treja, të komentu, jo e ke qu vetin, jo dele punoj, je i ke kom, pa qa duhet marrë tytja, e zoti minimu, thëj e fjallë mirë. E ke pun t'i super, ata është dhe mu fry, atë dhe në më shqit men, se ku shie. E s'mo t'i ka bo zoti risk banja shqyqyrin. Të po thunë atë aspektin që i paragjikojnë njerëzit për shamull. Po pra? Po kjo shumë e keqe, nëse nuk do të ndihmosh me mëse shaj. Lule i ka dure kamp se pa e ndihmoj. Pa çka duhet për ty? Katastrofë. Edhe janë çashtu interesant, i kam po disa që janë prej të radios. Prandaj e kam thënë një fjalë një medium se ndryshe janë, ndryshe hiqen.
Unë me ta thonë drejtën që kam komentuar edhe me Elin aty në komente, që thoi ke një fjalë që më pëlqete, kush më pret dikush në besë, për besë Zotit mos më intereson më njëri, qoftë si shok, si mik, a din si dashamir, për besë Zotit do unë si ti diktoj, veç ulla mori kohë, se s'më interesoj. Është më e mira ajo. Gjaja më e mirë është. Më mirë ti be vetëm se vetëm kena linë dhe vetëm kena me shku. Të lumt, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Çka më vë. Kështu është jeta. Në temë nuk e di për çka tema. Jo, nuk kemi temë, kemi Aha, ka kanë temë lirë. Po, temë lirë dhe bashkë bisedojna çfarë të duash, nuk është problem. Jo, nëse ka diçka të rëndësishme se s'du me të marr kohë. Jo, absolut, nuk koha është e juna, vetë e bojna kohën, vetë i kemi minutazha të dorë. Nuk kena kush na thet neve as pse zgate, as pse nuk po vazhdan. Kur të na bëhet balla nalëm. Pro, sot dojna zgjatëm, kështu që unë të falenderoj shumë Diti, respekt pa Nëse mund të shtoj diçka, patjetër, pa të pëlqyer një fjalë jotja, kur thoshe që këtu të unë nuk lejohen kungjet. Kjo është gjë e mirë, por nëse e ke vure në çdo medium, nëse nuk ka kungja, eja më falin shprehje, eja dhe më pështyn surrat. Se çka komunikojnë shembull me ty në privat, fillojnë mas shpinët fjalë tjera, fillon ti me tjetër kënd, unë me tjetër kënd, edhe gjuhen me kungjën aty. Kështu që të përgëzoj edhe mbohet shifi që ti nuk i lejon këta gjona. Jo, është gjë e mirë shumë. Absolut, unë sa do ma se robi veç me keni trash mas mi kuptu kungjet. Me keni trash, në tru, si kuptan. I kam po në gjdo medium, se s'do me lanë emna mi cek. Të kuptoj, Diti, ma mirë është, unë jam shumë e prej në ndosene. Ti edhe paka shumë më njeko gjamati për mes të, atje ku kam qenë, I njejti jam. Po, i njejti i. Edhe nuk kam qef me kungja heq. Unë nëse kam diçka mi thot Ditit, ti e din që, ti fort mirë e din se unë ty ta kësha pas boblak, atë kujtuhet. Edhe nuk e di për çka. Edhe fort mirë e di kur të kum po një medium, edhe që ju në kanun ato kum telefonu, ti ke thonë motralule ma ke boblak. Edhe ato për ato, kum thonë haptas që nga sa ti hiqet bluke, edhe nuk e di, arsyen tim ke thonë që e din. Arsyen po nuk më kujtohet. Arsyeja ka këll me thonë drejtën e Zotit, se në është tas mus më pëlqen me rrejt e me mashtrua. Din edhe si kur më merdi keq diçka në radio, edhe kur u shpreja diçka në komente, aty e hangra bloku. Se ja diçka e molla, absolutisht. Po, di se unë e di se edhe të një që nuk jeni person. Se sot unë e di se s'do të njëri i drejtë, e s'diskutohet. Po, është shumë e vërtet. E për këtë arsye po du më thonë që ti je vetaj person që unë të këmë thonë publikisht dhe që ta pas na bo blok për një koment. Dite, nëse ki diçka me mu personalisht, lirisht, hen edhe telefona dhe thuma. Por nëse ki me një person, jo, vetëm pak, nëse ki me një person që është në radio temë o dhe gjus, pse hen ti edhe qëtë kungja, të konë, ape në gjeku shapo, shkapi shkruj privat, edhe thuj qështu puna, për qëta. Edhe mos hajdet e radio ime, as më kalzu qa kam bon tjerat me djume, për shambull, a ju në hangër, a ju në sho, a që shkan kalu, a janë coptu, po, a da shtikosh, a shkrujti privat, a shka bani mun nuk më interesant. A undan. Po, a vdashuruna, a vrehen, a vdan. Kështu që, të radio jame, që të regla jënë ka 5 fillimi. Nuk më interesoj jeta personale e Ditit, mu absolut. Mu më intereson sjellja jote që ban të radio ime. Nëse i përmbohesh regullave të radios, je i mirësa ardhur. Nëse ju, shko atje ku knaqesh ti edhe kur gju kërkuj. Kaq. Sante bret motër, si s'ja u ke leju kungjet si ja kënë Shën Valentin. Nuk da sa të mja prishtë, se në shta kod dashëru në gjëna. O, zëtë, ma. Diti zotit rujt, falemderit shumë, vazhdo nëse kime full. Jo, absolut nuk në mërzite. Jo, që me full, veç me bo bërlog kërëc. Jo, jeni shumë të mirë gjithë. Diti, të falenderoj shumë. Thjesht veç hina se mbani edhe për shtypje, jo pse s'dojsha me thirr, po mbani për shtypje që ajo fjala ti të ndëruar që ishte para mejet, po, që e ceku qatë shprehjen që sot kur ti kish 2 pore valla bila, ndoshta edhe bukën që e ke do me një person për 5 pore të ndrën. Pasha zote po, kjo është e vërtetë. Si t'jen ma nelt, shemull lulja është ma lert se Ditmiri? Ditmirit ja ven lulja kamen, që ka që është me logjik. Shumë e vërtetë është.
Lele që ka hiqen si të mirë aty në radion mediume se përbes zotit në privat i ke katastrofë. I ke katastrofë, madje i ke duke se nuk e di si i thoni ju, duke i dzon edhe sabahi me mashtrime. Po gjithsesi tregojnë vedin, nderojnë vedin. E po qa me bon, që shto është jeta, e si të mos të ne shqiptarë, si të mos ju në raqë të rrjetet sociale, edhe jam kanë zbulu shumë ftyrën e vërtet si gjinisë femrore, po edhe gjinisë mashkollore. Po dhe krejtë si janë bëllë si Big Brother, interesant. Një ashtu, çka këqyrin, qashtu veprojnë edhe vetë. Shumë e vërtet. Jo ma lërkë se sa të lullit betohet ditë miri, me një mike temen, kështu patriote si me thonë, të bo mua betë, edhe të thojke, o ty si të rrenjë, si mashkulli, si femna, për bez zotit, lene që s'ke hajrë në të person, po t'i bën të në të zezat. Po i thashtë, është të logikshme. Është normali se mundet me rrejt rubi, po mundet me rrejt po doshje, po qëllime, po të keq, po jo ditë natë. Po çka me bo? Këto lloj njerëz që jemi. Të kuptoj, ditën të falenderoj shumë, ishte kënaqësi të më pres në emisionet e radhës e respekt pa fungana jonë. Faleminderit shumë prej gjithëve, pikëspori prej tetë, prej stafit, jeni të mrekullueshëm me Zoti ju rujt me gjithë të mira. Faleminderit shumë gjithashtu. Tong. Hajde ditë, natën e mirë gjithë mira. Ta lash për gjysa? Jo, absolut, faleminderit shumë, respekt. Natën e mirë, tong. Të dashur dëgjuese, kishëm edhe ditë mirë ditën, edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, një përshëndetje shkon edhe për Kosovare Kavanj, që është bashkë me neve. Po ashtu Murtez Dajako, përshëndetje mirë se erdhe, Lukman Mustafi, Alush Qitaku, Said Tigani, të gjithë jeni të përshëndetur, Shehrije Uti, Gani Bajrami, Sela Beqiri, krejt, ta njërit përshëndetur, unë do të marrë edhe një telefonat, shpresoj të kemi në linje. Nuk është pësuar se po kaloni bukur, ora po eci 20:16 minuta, ora veç ka shku. Unë i pres telefonatat në +33 481 509 70, shpresoj të kam telefonatën, e kemi tashmo edhe telefonusin e radhës. Alo, përshëndetje, mirë se na erdhe Vilsan. Përshëndetje Lule për ju dhe më dëgjues të respektu me djumit tuaj. Jura një mbrëmit bukur gjithve. Faleminderit shumë. Po si Vilsan, si kalove sot? A ke punuar për e zotën, më thonë drejten, unë e kom rri, po s'kom punu me ki, e më livru kështu me ki, s'kom punu, se kom rri në atë ko, po para kësha livru gjithë ditën me ki, se sa edhe si shalosë e mlosët. Prej ju është 8, prej 8, dhe në 8, pa konë të shlikur. Dhe fotën i raskapitën. Të koptaj. Inshallah Zoti e ba mirë në të naonë, se për Zotën, po nëse të mas nasi prënë që jem obligimet familjare sanat, kur i kin kry, është shumë e vërtet. Ka po njerë njëri lodhet ma shumë. Lule. Psikisht se fizikisht, normal. Është e vërtet. Që të shtunë po do të me shfrytzu, se tjera dhe s'po kom mundësi, se prej orës 6 kur dalë dhe në 11 nasë nuk jem të shpe, 50 javë, se që të shtunë po do të me shfrytzu këtë maksimum. Për mi kry këto obligime tjera. Normal të kuptoj. Po nej, si se do që tjetë mirë është. Borë, po na bjen ka pak, se tash ka fillu më robor. Po bre dhe të na që tash më ramje janë nisi bura. Qa me bo? Vilsan, qëfar dhe të në thua, që kemi temë tije? Spari, du me përshëndet Isa Kastratin, i uroj fjesën e djallit, dharë Zotit se shpejt martohen, të bashkohen, të gëzohen, e paqen, harmoni dhe jetë lumëtën. Zdyti përshëndes djallin Shkodran, që për flet diti, drejten me thonë, këtë dhe gjust, më lojnë për shtypje, po fjallori ti makna shpirtin, se është Shkodran. E vjen nga foleja e ditarit edhe pendis edhe librit. Po sonte, du mu morë me ditin une. Hajde. Ta, shqiptarët, flasin, do këtë flasin dhe shka një, jo shqiptarët po flasin njoni, flasin në për media ku da dione. O diti, normal që flasin njeri. Po gjujnë kungja, tha, në një veti, po, normal, po normal që gjujnë kungja o diti se më koni lodhën, ta, su kërimi lodhën une, për bes,
Veç kur ta shoh emrin tënd që aty në radio, më bjen amen që je kun gjallë. Se su bjen amen, jo për ty, po 90% dëgjuesve gati, në qaq që mi lodhën, nuk më bjen amen, le më mjë gjujtë kundja. Por pa punësia edhe kjo është pak edhe në trashëgimi, shkon edhe me gjen, ditja që është dhirët kë djali Shkodran. Që përshëndes shumë, ditë mirë diti. Kjo shkon pak edhe me trashëgimi, shkon edhe me të leme, këtë gjona, optën. To e kanë edhe para neshe, kanë më kone, s'kanë më nalë kur të gjona, po mirët është, këtë veshën e djathë me lonë gjithë qelëm, ka të hindë mojtë më dalë djathë mos më nalë heqë. Ti mos me morë nga të zemë nësë atë punë, se po e nalën në vesh, a e shkon që akollën trunët, lodhët truni, atër gjithë natën së merë gjumi, fillon depresioni, fillon stresi, fillon smundjet, këto mos merëm me njerëz. Kanë drejtën, kanë mendimin e vetë shprejnë që atë dojnë. S'disa u pajton lullë mu. Ja, shumë mirë për të kuptajën e. Apo pajtoni, ajo, veç po... Jo, po pajtoj, se na edhe cekum nuk e di janë dëgjuve, se të na edhe tjetësike, që këtu nuk ju ka dhe për para, kanë me qenë edhe gjithmonë, se të na shqiptarët e kemi qatë mentalitet, edhe po shpresoj se edhe pak ma shumë ju ka ardhur mundësia Vilson në këtë rrjete sociale të të ngjatën. Po, të thom ditit që nuk e di, a ka përjetu kohën e Varfënis, apo ka jetu në qytet, se di, ditin në frat për para i na morë dhe me lopën e kushis, pse lopa e kushis i qetë 10 kila tomën, pse besëm zotit ti e maj fort e ma vrap zotin tem, e i na morë një javë dit edhe me lopë, le mo me njerëz. O, koptan, o Shkodran, o le që ka manë. E kosës me që shtullet të më kundështojnë dhe gjust, ne në morë edhe me kvalmare, me qani i filonit, e nga qani i filonit. Po valoj. Ha? Po, shumë e vërtet është. Po jabre, po nuk ja dhaj veshin të në gjona, dhajtën më thonë. Mu së më bojnë për shtypje. Me ngua ngaj, normal, po së më bojnë fort për shtypje të sene. Edhe, mas po pas kritikus jeta në kushtrojë, normal, duhet më pas ka pak anë mes lule. Duhet më pas anë mes je maj fort, po ti ki shkajt meq, je shumë i dëtë. Me pas në janë meq që takoj nati, nështë anën materiale të rre, nështë të rre në anën intelektuale, nështë të rre në anën trimnise, patriotike, jenë shumë faktor që mu njerëzit më të rrejta, opta. Shtu du të me një vetën mirë njeri ka njëherë. Po jo me nalë nga të shpirtit. Tu me ndojo në lullë. Jo, qashtu edhe është se mos me pasa në meq edhe natën i dhe me lavëm edhe nuk i grahëm heq për pora me shku, veç të ujmë hajtë, se s'ka gajle. Kështu kur ti shufën anë meq që me të vërtet, po kanë qef qashtu me na pa për të uke dhe për dohet njëri me dhën forcës edhe me ecë për pora dhe mos mu dërzu asë njëherë pa më prasysh sfidave tjetës që të vinë. Lule, s'do të zoti mo, faleminderit për hapësinë, mundësinë që më dha, ju përshëndes krejt në dëgjuesve, se s'ku mujt t'ja shënej kërkuj emnin, të gjithë një të përshëndetur, e të respektum, e të nderum, juroj një mbrëmje të bukur, një diellë të qetë, kush punon punë pa lodhje, kush rren le të pushon tash janë, gjitha të mirat për ju, shnet e të mira, po që çdo herë familje e begati. Natën e mirë Lule, faleminderit. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt, Vilson, ton kale bukur, qao. I kishëm të ndëruar dëgjuese dhe Vilsonin, pra unë edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve, unë do ta marr edhe një telefonat. Shpresoj të kam telefonatën, e kemi tashma edhe telefonatën, pra kemi pikërisht krye administratorin e Radio Zërit e Lirë, Rahim Gashin. Mirë se na erdhe vllaçko. Përshëndetje për ju studio dhe gjithë dëgjuesit tonë kudo që ndodhen dhe që janë prezent këtu në live stream. Vllaçko, si kalove këtë shtunë, këtë ditë vikendi? Mirë, në fundjavë mirë e qetë, me riga lokale shiu, po në përgjithësi mirë, kur që diçka jashtëzakonshme, një ditë pushimi pak me i pushu eshnat, që tha Vilsoni, përgjithësi mirë. Qaja kryesore, kur është mirë puna, shneta, rahatia, pse ja bëlen një fundjavë një herë edhe me shiju me familje, më knaq. Po normal, se kështu mes javës po kem kohë tonë në për puna,
pak po na bjen më po me njëri tjetrin e ka herë të një pedë pja varroj me thyrën. Jo. Pak mund më shpejt. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Allah, çka do të na thuash të sonte për dëgjues tanë? A ka temë të lirë se nuk kisha shumë vënë se nuk kisha kështu nuk pota mundësi me hi online para 5-6 minuta, që është në fund bisedës dite kë. Kemi temë të lirë, ndoshta i dëgjove para falset edhe mundesh më ndërlidhe dhe te për ata që thanë apo çka të duash ti vetë. Para falset shumë pak, thashë ditin shumë pak e dëgjova, Wilsonin dëgjova krejt, edhe dite e hapi si shqetësim nëpër disa media dhe tha ti të falenderoj, tha që nuk i tolerante ti tha me gjuhë kundja dhe gjuhësit me zveti dhe me në gjukat, pikrisht kjo edhe të në lindja aja që na interesojnë punë të hallkit, senet e hallkit edhe vina i kojnë atë dertat apo edhe në gjykatëm dikan edhe në përmediume, kështu që të natë nuk janë të edhin, por kjo ke aja qka e bashkë bisedua. Po na kungjat i këna pas që 1.000 vjeta, zote ditë kur, e ke po dhe kur ju ndek njëz, një kungjë kanë ngullë të kryt një të komët. Ku të ranë mene, e zdi qatë ku. Edhe gratë kur i kanë shumë flërtë që i kanë posë në ertë gota, gjithi kanë pështjeli, e kanë rosë një kungjë, zhëka të përmi mojë. Filqetat. Po, edhe kur në për livon dhe për me i do mejgjat, i kanë hub gurt krejt, s'kanë lo mejgja ishte ja hongër ka i shisë, të në veç ka i kungjë ngullëshën, e kështu më radë, ma honë na kungjën e kemë diçka në gjakë dhe në shpirtë, nuk muj me hje, kjo është diçka që duhet në nënesku atje me paraqit një kërkesë. Lashka, edhe ushqimin e marajshin kashtën, saunën, talën me kungja, lap të lidhshin në kungja, qatë në kungja, dhe me thonë ka kanë konë këtu, aja jeta ju në veç me kungja. Kungja është simboli shqiptare, do më thonë aja krenaria e shqiptarit o kungjë. Tash edhe në shekullin e 21 me këqyrë këto farë mediumet elektronike, ku të lëshesh televizorin, në për këto farë si debate që po janë veç të kungjun një një tjetrin, në për këta reality show që po i thëjnë veç me kungja, dhe më thonë, unë kështu kësha post një propozim se Akademia Shkencav Kosovës dhe Shqipënisë me bu një kërkesë në UNESCO, që kungjë me konë simboli shqiptare i mbrojtën ndërkombëtarisht. Oj, kuku. Ide shumë e mirë. Më folë për këtë temë njeri veç është punë e kuët, edhe unë nuk kësha pas që se mos pati, unë pretoj me lëshu kungja dikuja dhe s'kam që unë lëshu kërkosh kungja, kështu që ma shumë me saj për ketë kungjit, ma shumë nuk kisha full për kungjit. Atër vlashko, merë një kongë, veç pa kongë kongën, nëse dina i kongë pa kongë. Vëlloj, edhe kjo kongë që ashtu ka pak rreth kungjit, edhe kjo siglet për shumë i kontas. Okej, hajde shkujna vlashko me një kongë. Atër shkuj me i kongë. Shkujna. Ej, prejo një shfati, o t'il shuva syte kur ti pash, o ruza të në fyte. Kur o ti pash, o ruza të në fyte, krejto pej mendjef, o moreja mohabit. Krejto pejmenjes, moreja me habito, kam që e dore, o alti o me qite. E kura e ndzora, o alti no prej brezi,
do mu shmenja, u mori me vetit. Mu shmenja, o vetën me myto djall po shdaten, o mosu habite. Djallo I dades, o mosu habitos muto jam kan, o qepes javdite. Smuto jam kan, o more qepes jave. I nuk je ardh, o daden me poe. O me pas ardh, djallo ti te arra, o I shudada, o t'kish dalo per para. O I shudada, o t'kish dalo ne prite. O ruza e cingla, o ti kisho gjon fyte. Faleminderit. Tlumt. Na ka knaqë. Hajde edhe një? Ja, ball, pjavlarën e tjerëve të gjuzës, se nashta koti kush dëshirë mu kyç. Qa po thet Vilsoni? Po thet Vilsoni Lule Shabani thuj vllavt Rahimit se kjo këngë s'është bashkë me kungja, po kujton rinin e hershme. Po, diçka që ashtu. Dashnisë, singlave dhe që ashtu. Vllashko, të falenderoj shumë, respekt të roj artim bukur, e të mi presë në emisionet tona të radhës. Falenderit shumë, Vllashko. Falenderit gjithashtu, notën e mirë, tëng. E kishëm pra krye administratorin e radios dhe vllavën tim Rahim Gashin nga Austria, ku e falenderoj për bashkëpëzetën, po ashtu edhe për këtë këngë të bukur. Gjuliana, përshëndetje mirë se na erdhe, një përshëndetje shkon edhe për Mariet Rogers, ku po na përshëndet. Përshëndet zemër shumë, e kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mirë se na erdhe shaq. Po përshëndetje, mirë mirë se djeta të gjitha jenë gjatë jeta, orime, festa, orime, San Valentini. Maj mirë, I përshëndet shaqiri. Faleminderit, si isha, si kalove sot? Po vallaj, ka herë mirë, po bjeshi, fantazi, mrekullie, këno që lëvizat. Ka një dhe mirë, balë se nuk kanë kuhesh, se dhe një pa në kuhesh, nështë ta binë punare tuj, se o në kajshe të shku me marë her atje, nështë ta inshallah ta shi që keni balë. Jo, la, petë për murëm, jo për me pi që ti për murëm, par prom këna murëm. Po, a? Prom pas i murëm. Nuk e pini jo ata ujtë jo, va? Vallaj, nuk po këta të punoj, si e ke kështu me përgji që e këna si të për nëksh. Jule që shene një mira që shëkia të stafa, ta shëshninja, ta dëgjuse, shqyqus, të mrekullu shumë ti me djulli. Mirë për zotën, mirë janë krejtë, mirë po kalojmë që to, po knaqëm, po kalojmë në ku 2-3 orë bashkë, për zotën mirë shaqë. Po, është të dhe kongë të mira, kënë fillin që të e shkuta e koment aty, po të një pëmdolin dhe mu dhe spira dhe. Së mu I të një të na unë bukyqë. Jo dhe ja, qa me bon? Aja ke festu grusë Valentin? Qka I ke blej grusë për Shën Valentin? Vallaj, kom bru një shërë, modët, kësë të sinjit të në herë, për me zi mesh në ta. Po, a? Po, vallaj, me dy ka po, ka e mjetë, kështë ndash, në vëgle, ndash modën, pes do të mi mush mesh edhe tash, me blej edhe duhet ma shpesh. Ata pranoj adorat për Shën Valentin, kjo ditë dashuri, se dashurun vetimi që tau me përzhit mesh, me zi pasol. Po, shas, dhëtë me mirë se që kja në ko lullë se e këshyra pore ja buni një gruz vetë ja buni me fasi, e mur një kuti, ja qiti mi disë të kishë bota cingla me të shëllulla është me një zemër të rakë. Në qatë zemër I shkoja kutia, e aja erë pej punë e gëzunja, kur erë gëzim që I ka vle burri diska.
Të jes na për lule, vër, tha, e kopi atë kuti, dhe e mëse qilë, tha zemën një herë. Ko shkoj të kuzhina që më shku krejt e në palo lugë, kër e tha qile që ta shkutin, kër e qile një sëngjeri shkon të jenëve. Kuku. E t'ju nala ja gruja me ka pak shërë për se t'ja oraj që e në Valentinit turit. Mirja pas ka ba. Mirja pas E ka ba. Allah, ja ka pagu hokin halal i kësin një pas mësune. Po ja veç me pas të kish marrë një fortejër edhe me t'ja kris. Ati të marrë gruja. Po dhe për të qua unë me qatë shërë për në buhët kryje. E Allah dhe ti, po ti që ato o duft edhe taven, po edhe diçka një dhurat mirë, diçka tjetër, se ani veç taven, po edhe 2 dhurata nuk u konë diçka, se veç një tav. Co qa me bon, se mirë, masi ke pështu ti pa hangër ka pakin kres mirë. Jo është që jo na foka jem që se po ma herën kita të stërje. Se ish mësua. Pasha zëtën. Po me hongër taven krije me met mu tava dhe kish pos 2 vekë si vesh. Për hongërës, su kur ata, ma me kërja qitë shumë atë taven dërdalecit në kry. Po qësh ja. Kuku. Shoq, pse na shqiptarët e kena zanat me hi edhe me provoku apo edhe me lëshu kungja në mje veti. Ka njëherë nuk jemi drejt për drejt, po mënuhu me kungja me ullë dikan edhe me ngacmu. Qa ta mërmene? Allah nuk e bibre lule edhe që kje ma shumë të mu me po mbrëngëhës. Je në konfes të ju një shanë Valentinje, por disa komente se të përna njerëz jena vrëvlazën jena. Edhe katalik ti kanë festat e veta, na i kena të una, pse me kundërshtu për ti më spëll. Ti thu ja urej kush e feston edhe u kryje, unë ja urova tonë me patallin feje, ina që të menum se që i ta një fotë 22.000 njerëz, 22.000 klikim me mura për një orë si ka aleo. Kur mund është me shkru një koment mirë, me full një fjallë mirë, s'kibre nevoj kër kanë me provoku. Na jena njerëz, na jena vlozën, jena vlozën e mbutra, na jena një venin, një shteti, nuk e di pse, qka në ka hinë kjo rejtje. Mu ka po marak lullë se, i kom zbulu të sena një starë, se këta më rejnë dhe mu kom dhe ka pak. Po? I kena po punë tonë mire, tash për në mërë menja që jena nuk jena të prekë në tëkë, veç havoj jem të shku të pështëru, e nuk për në gjuhëm kërkunin. A tonin a kom me gjës, a ponge, tonga jena kom me një lukë drunit këna hongër, tonë këna hongër një sahan të kujtuat të ty, kajtë familja. Me një tazë këna pi. Në rrit menja, pa ma mërë menja që, po jo mërë menja poplit që janë të prekë në tëkë, keq peq në parajrë për shkujtë qështu. Keq. Duhet me veç më këthujmë ropa me këqyrë ku i na ku i këna lindë, qysh jena rritë, ku këna më rrinë, duhet me desht, bili, hal, me kopë në duhet me desht, shumë e ma shumë se për pura shëqishojnë që këna desht, tash u duhet ma shumë, se i kem kushtet, nuk je i kuqën me torë mësafiri, ki bëlla, ki me qka me prit, ki me tëna, a për pora, s'ke pos, po ka pos harmonije, dashnimat mu, ose pasunin. Po interesi për pora nuk kena pas interes shumë për një tjetrit, ata qa kena pas edhe të edhin që dikush me mejt ma mrapa me të kurrat verës, ose me të prashitnat e kalamuqit ose mistrit, të edhi që ju në shkujë dhe ju ka animu, për zote na ju kena animu. Edhe ka animu, s'po thamë. Edhe nena ka animu, edhe na i kena dollë, e kena kjo orën të kur grunë, e na dollë tjetër. Po, se nuk ka pos atëherë i natë e gjelozije, do se në ju kanë shumë ma mirë, tash nuk e di, me të po ma mirë mënuhet me të hangër, pa piqva, din, qashtu mënuhet me qitë për tuk, gjelozan, mënuhet me të abot keqen, shpif, kundjan, nuk e di, me të vërtet është katastrofë. Për para nuk kena pas që shëtësike dhe ti nuk përseriti, po jena kom matë knasht, e kena dosha që shojnë, e kena respektu, besa ju në ardhë, kojshia, ordoja, nipi, halla, tezja, jena shkue, ta shkon, vjen, as nuk e shënjeri në gjallë, as nuk t'vje kosh, as nuk ta qelë deren, as nuk t'irë në telefon, as nuk e she, as zdo me t'po, as zdo me po, kështu që nuk e di, inshallah,
vohet mirë, se bollthën gjermant nuk e dojnë ashta të vetën veç për zotën, të paktën bilin fund të javës, tonë bëhen bashkë. Tonë bëhen bashkë, një shatë që të ishin e mirë. Vëlloj, unë me të kaldu të dojtë jem rritë, jem ma shumë këm ne të dojtë e misi, që ashtë i kanë posë punë, në shkumje një muhe, i kanë posë mëllinin, ata të një mund kanë dojtë knasin të dojtë që e kom po une, apo të me lu me letra, apo të me lu dhe gërgjik, apo të me lu e kapuqas. Po aja loja që ju bëjke me kapuqas, hajgore, kongë që ju kneshin, po ploni shkajka të në qerë, ka për nduket pishësu dhe kënjiri për i ploni, u koni harmoni, dashni, kret ma holla të bëshin, muk noq. Tash s'ki më njerit gjollë, kun se shest, flet kush, edhe me po këta këtë kishës për të shë, ku për nese në ka zitë. Shumë e vërtet është. Nuk e di, lullet për shëndes ty, dhe gjus kajtë dhe jura gjithë dhe shënë Valentinin i sholla, për në liruën ata vlloni që i kem atje, i sholla sa më shpejt. Vinë e bashkuhemi se duke dërë mja njësa pishet, se na jena në fundit të në flosëm kesh, për kur të puna që seshin të nëherë të atamatat, kujtuhet? Po, që shja. Apet bombi bashkë. Shumë e vërtet është. Edhe i sholla, për mësë për në liruën, ata për në vinë për burge, i sholla dhe familjet e tyne të gëzëhen, cukur në atjerë që jena në komplet me familjet. Një notë mirë e gjithat mirat. Natën e mirë, gjithat mirat, falaj baba shurë, se dëgjumë shoq, hajde, tonë. Faleminderit. Tonë. Të tashu dëgju se këshëm edhe shaqë rrutën, ku edhe njëherë ju përshëndes të gjithve, ju falenderoj që jeni bashkë me ne, një përshëndetje shkon edhe për Bumo Kamerin, përshëndetje Bumo mirë se irë dhe Hata Osmani Aliqka i përshëndetje ndërume, falemderit që je bashkë me neve, Beli përshëndetje, Avne është shumë e vërtet avne është se këtë njëherë ka qenë 20 shpije, tash ma nuk ka 10 shpije. Po përbes ka pas lezet kër kena shku dikur të dajt, e tash ka hub dashnia njerëzore, shumë e vërtet diti. Tash edhe me të po, ose e shethat, bre na qoj drejt që abre nana nga tash ma qoj drejt që këtë njeri në majta as njëherë dja thash këqyre. Vëllaj, është shumë e vërtet. Se kur nuk dënë me të pa, zatet është balë për balë, dhe veç e këthen kryt tjetër e nanë, kështë jetë u këqyrë dika tjetër, ose ki telefonin dërë edhe ka përsen. Kjo më ka ndodhë mu personalisht, kjo më ka ndodhë mu. Po qështë e këthej kryt tjetër e nanë, e këthej vadhon, edhe kështu që nuk kesh absolut ngosht, edhe pse ishtë një njeri shumë i afert. Kështu që çdo gjë në rregull. Unë edhe një herë ju përshëndes të gjithëve. Shkoj me këtë potpuri që ishte duke shkuar dhe kthehemi pas pak, por numri është i hapur në +33 48 15